Kryeministri Kristian Mickoski do të bisedojë me partnerët e koalicionit pas ndarjes së partnerëve të Vlenit. Deputeti i VMRO DPMNE-s, Antonio Miloshovski, theksoi që nuk janë të gëzuar që ka turbulenca në koalicionin Vlen, pasi që kompakti politik ishte një adut i fuqishëm që të fitohet bashkëbesimi i votuesve përballë LSDM-s dhe BDI-s. Atë që e kam marrë si briefing është sekretari i qeverisë, i cili është dhe mandatari i këtij koalicioni qeveritar, sigurisht se pas kthimit do të ketë biseda me çdo partner koalicioni, përfshirë dhe partitë që janë në koalicionin Vlen, dhe gjithashtu me ministrin e shëndetësisë. Tani të shohim se çfarë mundemi ne si parti më e madhe politike të ndihmojmë në menaxhimin e procesit, të mbrohet kompakti i shumicës parlamentare, por në çdo rast stabiliteti i qeverisë nuk është i rrezikuar, deklaroi Antonio Miloshovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Edhe për partnerin tjetër qeveritar, respektivisht Lëvizjen Znam, trazirat në Vlen nuk janë kërcënuese për stabilitetin e qeverisë. Megjithatë, ata kanë porosi që çdo kush që bashkëpunon me BDI-n nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë. Çdo kush që bashkëpunon mbrapa dyerve të hapura ose të mbyllura me BDI-n e pa reformuar, për Lëvizjen Znam është e papranueshme të jetë pjesë e partneritetit në të cilën merr pjesë Znam, thon nga Lëvizja Znam. Gjatë ditës së djeshme, kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami paralajmëroi rishqyrtim të marrëveshjes së koalicionit Vlen me partnerët qeveritar pas largimit të Taravarit. Kasami beson se kjo nuk nënkupton krizë politike dhe zgjedhje të parakohshme, duke qenë se numrat garantojnë një qeveri stabile. Sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqyrtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdoj më tutje, më thon, formati i qeverisë. Por ne sigurisht që si Vlen do të kërkojmë që të ulemi të bisedojmë edhe një herë për pozicionet tona në qeveri. Shumica parlamentare është më stabile se kurdoherë që ka qenë, biles kemi informata se ka edhe subjekte politike dhe individ nga për momentin që janë pjesë opozitës, cilët janë të gatshëm të bashkohen qeverisë. Pra, e dini edhe deklaratën e zotit Taravarit që nuk është i gatshëm për t'u larguar nga qeveria dhe nuk besoj se do ketë krizë qeveritare, përkundrazi ka individ dhe subjekte politike nga opozita, cilët janë të gatshëm të jenë pjesë e shumicës parlamentare. Nga ana tjetër, Arben Taravari në disa dalje publike ka theksuar se do të vazhdojë të qëndrojë në qeveri, derisa nuk kërkohet largimi i tij nga kryeministri Kristian Mickoski.